vazhdojmë me pjesën e tretë, domethënë, të kësaj strategjie dhe këtu do shpjegojmë rregullat kryesore të riskut të kësaj strategjie. Dhe diçka tjetër. Do më falni për sa i përket ndoshta zëri del pak si robotik, por po përdor mikrofonin e MacBook, që është mikrofoni i tij MacBook, sepse ndodhem në një lokacion që nuk kam si të kem një mikrofon që e kam në shtëpi. Kështu që tani rregullat kryesore të riskut. Unë do i ndaja në dy pjesë. E para, atëherë, për sa i përket rregullave kryesore të riskut. E para është kur jemi në challenge stage dhe e dyta kur jemi në funded stage. Duhet t'i ndajmë pak a shumë këto të dyja, sepse në bazë të këtyre mund të nxjerrim një risk plan shumë të mirë për këto të dyja. Atëherë, kur jemi në challenge stage, çfarë duhet të dim është që më e mira fare është të përdorim Funding Pips Pro Model. Vetëm një moment, t'ja shpjegoj pse. Dhe unë, si thash, ju rekomandoj të përdorim Funding Pips Pro Model. Do thoni ju pse. Ky Pro Model, vetëm një moment, fillimisht fazën e parë e ka targetin 6%, gjithashtu dhe fazën e dytë e ka targetin 6%. Pra, për sa i përket targetit, ne kemi target 6% dhe 6% totali na del 12% totali për t'u kapur. Dhe vetëm një moment, dhe probabiliteti që ne ta kapim këtë është shumë i lartë, sa mund të them që ne mund t'i mbyllim domethënë t'i mbyllim të dyja fazat për 3 javë, diçka e tillë. Për 3 javë ne i mbyllim fazat me këtë. Dhe ajo çka ne na intereson më shumë është sa na lejohet të rrezikojmë. Kemi 3% daily drawdown dhe kemi 6% total drawdown. Atëherë, si do funksionoj këtu situata? Këtu ne do përdorim 2% risk. 2% risk për tregti, për të fituar 2%. Dhe do na duhen 3 humbje resht për të djegur account. Gjë e cila me këtë strategji, më besoni apo jo, nuk më ka ndodhur asnjëherë. 2 humbje resht po më ka ndodhur. 3 humbje resht nuk më ka ndodhur asnjëherë. Po marrim parasysh nëse jem mirë psikologjikisht,
se 3 humbjeresht i bën edhe me këtë strategji nëse si ke trut në vend, po themi nëse respektojmë çdo gjë, 3 humbjeresht nuk ka mundësi të ndodhi asnjëherë. Dhe do na duhen nëse kemi, do me thënë, si themi, fatin e çdo gjë shkon mirë, do na duhen 6 tregti për të kaluar fazën e parë dhe fazën e dytë. Pse këtë model? Ka disa arsye pse këtë model. Pse pro model? Sepse më pas ti shkon në funding stage ku ke tregje javore, pra ke tregje javore, mund të bësh tregje çdo javë, gjë që është shumë e mirë, dhe tjetra është që kemi më pak profit target për të kapur, sepse nëse marrim funding pips 2 step që është normali, do na duhen 13%, kurse kështu na duhen 12%, dhe ajo çka është më kryesorja është që kemi çmimi është shumë i ulët, sepse ju mund të thoni po mund të marrim funding pips 1 step që ka 10% profit target, po ka më pak profit target, si ashtu po është $500, ndërsa kjo me sa di unë duhet të jetë, vetëm një moment, ta shoh, sepse se mbaj mend mirë nga që më janë bërë lëmsh këto, edhe shumë mbaj mend, me të thënë të drejtën. Do me thënë, është $400, pra çmimi është $399. Çmimi i këtij, do me thënë, i këtij accounti. Dhe thjesht me fitimin, po e marrim nëse marrim 100k, sepse nëse e marrim step, do me thënë, një step që është modeli me vetëm një 10% që është $500, pra është $200 më shumë. Dhe me këtë 400-ën ne të arrim të nxjerrim, pra me këtë $399, së paku me atë 2% të nxjerrim diku te $1,600. Që nëse bëjmë një do me thënë një llogari të thjesht, vetëm një moment, i bie te 400% return of investment. Pra, return of investment 400%, 4 fishin. Po flas çdo muaj. Me 2% po themi. Profit target 2%, s'po marr 4% fare, nuk po e quaj fare, nuk po e marr parasysh. Dhe këtu nuk ka ndonjë rregull shtesë, si për shembull nëse del humbje ta ulim riskun, nëse dalin fitim ta ulim riskun etj. Statikja këtu është 2% risk për trade. Ose e kalojmë do me thënë në skenarin më të mirë që është me 6 tregti, ose do e djegim me 3 tregti radhazi humbje, gjë që mua nuk më ka ndodhur deri tani, po marr parasysh edhe backtestet, të cilat unë do i vendos në këtë kurs, i keni të gjitha backtestet, dhe në long run kjo strategji del gjithmonë profitable. Atëherë, tani ku shkojmë në funding stage, këtu duhet kemi pak kujdes, sepse nuk do tregtojmë do me thënë, nuk do tregtojmë me 2%. Një moment. Tani, ne do kemi një
pips master account. Do e kemi këtë master account dhe ky master account do ketë një, pun pa e marrë kështu copy paste, s'pa e lodh vetën fare. Do ketë po të njëjtat drawdown, pra daily dhe total drawdown, dhe ajo çka do bëjmë tani është ne do ulim riskun, jo më 2%, sepse tani jemi në funded stage, është e kotë që të riskojmë, s'kemi pse të riskojmë. Dhe për qasje jo riski, do përdorim 0.5% risk për trade. Çka i bie në këtë rast? $500 për tregti. Do me thënë, të rrezikojmë $500 për të bërë $500. Kjo është e gjitha. Dhe do na duhen 2 tregti, skenari më i mirë, 2 tregti, take profit, për të bërë 1%, të cilën mund ta tërheqim në baza javore. Pra, në baza javore. Pra, për shembull, fillon java të ënën, nëse bëjmë 2 tregti fitim atë javë, ne të ënën tjetër tërheqim lekët. Por çfarë unë mendoj që është një qasje më e mirë, është për qasjen, pa e quaj riski, po thjesht është riski në krahasim me këtë të parën, nëse është ndonjë riski e madhe. Do përdorim 1% risk për trade. Që bie $1.000 risk për tregti, na duhet 1 tregti take profit për të bërë 1%, të cilën mund ta tërheqim pas një jave. Tani, të kapësh 2 deri në 4% në muaj me 1% risk për trade është shumë e lehtë, më besoni. Sidomos 2% që njëherë është shumë i lehtë. Pra, ti në momentin që unë po e marr kështu, java e parë, java 2, java 3 dhe java 4. Sepse muaji ka 4 javë. Kështu që tani çfarë do bëjmë? Është që do kemi, për shembull, qofse tek java e parë dalim humbje. Dalim përsëri humbje. Në momentin që bëjmë 2 humbje, radhazi, pra shkojmë 1% minus, do e mbyllim javën, nuk kemi më punë me atë javë. Pra, tani, në momentin që ne kemi bërë këto 2 humbje, ne shkojmë te java e dytë, por shkojmë me balans minus 1% dhe do na duhen 3%
tani që të paktën të bëjmë 2% deri në fund të muajit. Pra, kemi edhe 3 javë të ngelura për të bërë 3%, që 1% ta rikuperojmë, 2% të kemi fitim. Si thash, 3 humbje resht me këtë strategji nuk ka ndodhur në mirë, kështu që mund të kesh fitim këtu, mund të kesh fitim prap, dhe në momentin që sa po të bëjmë 1%, ne bëjmë 300, pra që do me thënë jemi 1% minus, fitojmë një, vëmë 0, fitojmë një, bëjmë 1%, këtu bëjmë kërkesën. Vetëm një moment. Bëjmë tërheqje 1%. Dhe e kemi do me thënë, e kemi në xhep një 1%. Ngelen dhe 2 javë që të bësh dhe 1% që është tepër e lehtë për ta bërë atë 1%. Normal që me 0.5% risk duhet të kemi dhe më shumë favor nga marketi, duhet të kemi entry të mira, struktura të mira që të arrijmë të bëjmë 4%, që i bie 8 tregti të paktën fitim. Dhe 4 tregti të paktën nëse flasim për 2%. Po, skenari më i mirë që unë shpeshherë praktikoj është ky skenari këtu, që është fitim 1%, bëj tërheqje dhe vazhdon kështu, fitim 1% bën tërheqje, fitim 1% bën tërheqje. Për shembull, mund të kesh, nuk do me thënë që ta bësh fitimin edhe të bësh tërheqje, mund të bësh për shembull mund të bësh humbje, fitim. Pra mund të jetë edhe kështu. Humbje, fitim, ose fitim, humbje, fitim, ose thjesht fitim. Po në momentin që bën humbje, mbylle. Atje je shumë keq. Mos vazhdo me. Dhe normal, nëse bën një fitim në ditë, e mbyll javën edhe je okay me javën, sepse ke bërë fitimin, mbledh, kolekton lekët që të duhen për shumë arsye, do me thënë. Dhe si thash, kjo është komplet pjesa e rrezikimit. Në momentin që bëjmë 2 humbje resht javore, ose për shembull bëjmë humbje, fitim, humbje, e mbyllim komplet. Pra, në momentin që shkojmë 1% minus, nuk ka nevojë të shkojmë më grop për atë javë. Dhe çfarë do t'rregoja tjetër? Për sa i përket, sepse këtu futet edhe risku, nuk është se s'futet këtu. Vetëm një moment, sepse unë dua ta bëj këtë kurs perfekt, më perfekti që unë kam bërë ndonjëherë. Jo, nuk shkruhet kështu, më falni, e martë, e mërkurë, e ejnëte, dhe normal e premte. Tani, të ditën e hënë, unë personalisht do mundohesha ta shmang. Pse? Ditë e parë e javës, marketi mund të bëjë manipulime, mund të kemi lloj lëvizjesh, mund të kemi edhe jo lëvizje, mund të jetë marketi ngadalt, etj. E marta, tani futemi te pjesa që ne na favorizohet më shumë për të tregtuar.
nga e marta deri, nga e marta deri të njëjtën janë ditët më të mira për të tregtuar me këtë strategji. Pse zonat respektohen më shumë, zona supply demand, kemi më shumë struktura, kemi më shumë lëvizje kryesore të javës, pra një çift bën një candle, weekly candle. Dhe ai weekly candle ka mundësi të formohet gjatë këtyre ditëve, pra të bëhet lëvizja kryesore e javës, më falni. Në qoftë se, për shembull, një çift do bëj një weekly candle bearish, ky weekly candle bearish mund të fillojë të martën dhe të mbarojë të njëjtën, ose të mërkurën mbarojë të njëjtën. Edhe e premtja thjesht do jetë për manipulime. Pra, këto 2 ditë do mundohesha t'i shmangja. Do me thënë, kur nuk mund t'a shmangin të premten, kur nuk ka ndodhur akoma lëvizja javore, kryesore. Atëherë tregtojmë të premten. Kur mund të tregtojmë të anën, kur kemi një mundësi që të falet vetëm një herë në muaj, që mund të jetë që do i shpjegojmë mekanizmin e strategjisë. Dhe është gjuna mos e vendosësh, do marrësh përsipër dhe riskun. Kështu që dhe kjo është pjesë e riskut. Kështu që fokusohuni, mësojeni, dhe kjo ishte komplet pjesa e luajtjes me përqindje që nga challenge deri në funded stage. Kështu që shohim në videon e radhës për shpjegim të mëtejshëm.